Kjo hapësirë pranë spitalit modular të Tetovës mbetet e pandryshuar, pavarësisht premtimeve për një park memorial për 14 viktimat. Muaj të tërë kanë kaluar, por punimet ende nuk kanë filluar. Një tragjedi që mori 14 jetë, sot rrezikon të mbetet minimalisht as pa një vend kujtese. Në hapësirën pranë spitalit modular të Tetovës, ku ishte planifikuar ndërtimi i parkut memorial, nuk ka asnjë shenjë punimesh. Aktivisti i iniciativës Zero, Blendi Hodaj, kritikon ashpër institucionet për mosveprim. Ai thotë se ky park memorial që u paralemërua me shumë zhurmë nga ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, bashkë me të gjithë qeverinë, tani po e shikojmë që pas 8 muajsh e gjysmë, parku memorial është shndërruar në parkun e Haresës. Ashtu siç edhe vetë tragjedia në spitalin modular është haruar nga institucionet për shkak se asnjëri nga fajtorët e vërtet nuk mbajti përgjegjësi. Ndaj, ai vlerëson se e njëjta është duke ndodhur edhe me këtë. Po shikojmë që pas 8 muaj e gjys, parku memorial është ndruar në parkun e Haresës, ashtu siç edhe tragjedia në spitalin modular është harruar nga vetë institucionet për shkak se asnjëri nga përgjegjësit nga fajtorët e vërtet për tragjedinë e spitalit modular ku ndërruan jetë 14 bashkëqytetar tonë tetovar. Askush nga fajtorët e vërtet nuk mbajti përgjegjësi dhe e njëjta është duke u bërë edhe me këtë, pra e shohim edhe një herë se çfarë sa bashkëngjen institucionet dhe sa bashkëngjen shteti me qytetarët tanë, mund ta shihni në prapavi se sa ata bashkëngjen me qytetarë. Pra kjo është një neglizhencë institucionale që duhet t'u drejtohet Ministrisë së Shëndetësisë dhe njëkohësisht edhe komunës së Tetovës që nuk kanë marrë as pak masa. Tutje, ai vlerëson se neglizhenca e këtyre punimeve është e qëllimshme, për faktin që kanë kaluar 5 vite dhe 0 përgjegjësi. Ndaj, ai vlerëson se të njëjtën dëshirojnë ta bëjnë edhe me parkun memorial, që të bëjnë çmos që munden në fuqinë e tyre në institucione, që të harrohet edhe kjo tragjedi dhe të mos kujtohet nëpërmjet parkut memorial. Si iniciativë Zero, ai thotë se kanë bërë vazhdimisht kërkesa dhe kanë paralemëruar institucionet se si nuk duhet vendi ku ka ndodhur tragjedia të shndërrohet në vend parkim dhe të shndërrohet në deponi të veturave të vjetra. Por thotë se fatkeqësisht kjo është të bërë. Ndërkaq, ai thotë se personat përgjegjës kanë emër dhe mbiemër dhe duhet të mbajnë përgjegjësi. Të bëjmë presion ndaj institucioneve të drejtësisë që fillimisht të bëjnë punën dhe t'i kërkojnë ata që e kanë ndërtuar spitalin modular dhe ata që e kanë dhënë lejen për ndërtimin e spitalit modular të mbajnë përgjegjësi penale në lidhje me këtë dhe ata kanë emër dhe mbiemër. Ju e dini shumë mirë kush ka qenë ministri i Shëndetësisë në periudhën kur është ndërtuar spitali modular, ka qenë Venko Filipçe dhe ju e dini se cila firmë ka ndërtuar spitalin modular, është firma e personin që është në listë zezë për korrupsion, ai është Koço Angjushev. Këta janë dy emrat që duhet mbajnë përgjegjësi sepse në çdo vend që shteti i së drejtës funksionon, ata që mbajnë përgjegjësi kur ndodh një tragjedi e tillë është ai që jep leje për ndërtim dhe ai që ndërton. Ndërkaq, ai thotë se për ta si iniciativë Zero është shumë e rëndësishme dhe është e nevojshme të ketë një hapësirë ku nuk do të lejohet të harrohet tragjedia që ndodhi më 8 shtator 2021 dhe se kanë përgjegjësi edhe ndaj të gjithë familjarëve të viktimave që të mos e harrojnë harresën e asaj tragjedie.